është edhe pse nuk marr. Tu e nis prej faktit që e kam një stil pak më ndryshe, të fillu prej flakëve, që është sfidë në vetë edhe që ka qenë, po gjatë që nëse isha ndiku nuk isha mujt me përballu dhe me mbajt këtë lloj ngjyre të stilit. Që thashun në shumë nek, do me thonë taman e ke identitet është yte kjo aparenca këtë. Edhe ka shumë rëndësi se prej kujt vjen ajo kritik ose ajo fjalë jo e duhur. A ka ndodhur më ndryshu ndonjëherë për personave të afërt? Këto po dal fakt, domethënë që më kish prek nëse vjen prej një femrës të formume, të shkollume, që edhe ajo ka kalu në për të njëjtën rrugë, po që tash ndoshta fati ose punave që ka bërë që me qej pak më lart dhe pse s'ka mujt me mri nivel të njëjtë, me që jo e ka dikën ose më thonë patjetër ose nuk e ka bërë me vetë, e ka bërë prej me krah tjetër kujt ose me torna prej tjetër kujt, ajo më kish prek, po për ndryshe domethënë e kemi këtë lashe fatkeqësisht, mandej është edhe pjesa që mos harrojmë, ka shumë ndikim edhe mediat se kujt i japin hapësirë, kanë e promovojnë çfarë lloj të femrash, a kanë me promovu sukses. Për paraqitje në media, a e ka bu dhe kjo një farë? Patjetër që po, edhe kujt domethënë japim hapësirë, se normalisht a dojnë me shiku për marrë shembull thonte katër gra që duken veç bukur, apo dojnë me shiku katër gra që çfarë story suksesit sjellin, cila është më interes me shiku. Domethënë, apo dojnë me veç me na shiku, apo me na ndëgju, tash ka dallim këtu. Edhe tjetra, tingëllon çdo pozitë që është me autoritet ose udhëheqje, tingëllon sikur mashkullore, domethënë që nëse një femër e posedon atë pozitë ose autoritet, çdo herë kanë me thonë që tingëllon si ma burrore ose egoiste. E pse qëndron kjo fakt? Pse pozitat e njëjta gruaja edhe burri nuk trajtohen? Unë nisëm prej asaj që jena një vend, domethënë sa kemi dalë prej izolimit, shoqëri patriarkale, shoqëri që ndikohemi shumë prej rrjetit, do thotë ka shumë njeh fatkeqësisht shumë gra që nuk janë zhvilluar pse realisht që janë shumë inteligjente, po s'kan mujt me bua as shkollim të duhur ose s'kan vazhdu shkollimin, sepse është desh, do thotë është paragjykuar edhe në atë kohë me vazhdu studimet, me jetu jashtë familjes, me ardhur në Prishtinë, ndërsa son janë prej Drenicës, do thotë, edhe familjen mi pas atje, nuk kanë desh me hap muhabet kojshim ose rrjetit, edhe qa kanë bo sakrificën do të thotë jënë këty mbrapa, jeta aty ka përfundu me një martesë, me krijem familjes, gjë që nuk jam kundër asaj, sepse me kriju familje është pasunia dhe gjoja më e mirë që mundet me ndodh një personit, po këto mandej kanë ndikuar jashtëzakonisht shumë. E di tash po flas se vi prej një vendit më rural. Nëse shohim Prishtinën ose qytetet e mëdha, na shohim që këto gjëra ose nuk i ndijmë fort, sepse edhe na jemi të rrethuar me një shoqëri që jemi do të secila të famë të pavarura, ndodh me bizneset veta ose pozita shumë të mira, mirë po nëse veç dalim dy hapa mbrapa këtij vendit ku jetojmë, atëherë po ka